Thonë se me Donald Trump çdo akuzë që bën është në fakt një prani. Gjatë fushatës së vitit 2024, ai paralajmëroi se Joe Biden dhe më pas Kamala Harris do ta çonin botën në luftën e tretë botërore. Tani vetë Trump po e vën në provë këtë paralajmërim në mënyrë të rrezikshme. Në deklaratën e tij të shtunën në mbrëmje, Trump e shpalli të suksesshëm sulmin ushtarak kundër Iranit. Ai tha se bombat amerikane depërtuese kishin shkatëruar kapacitetet bërthamore të Iranit. Mund të duhet kohë për të zbuluar nëse Irani dhe Izraeli, aktorët kryesorë në një shfaqje që Trump nuk e ka shkruar vetë, por në të cilën tani po luan rolin kryesor, do ta ndajnë vlerësimin e presidentit amerikan. Por Trump shpreson se kjo shfaqje e frikshme e fuqisë do të ulë perden mbi luftën. 10 ditë më parë, Benjamin Netanyahu torpedoi negociatat bërthamore të Trumpit me Iranin me një seri sulme shkatëruese me raketa. Kryeministri izraelit deklaroi se Irani po armatoste programin e tij bërthamor dhe përbënte një kërcënim ekzistencial. Shumica e të tjerëve, përfshirë komunitetin amerikan të inteligjencës, nuk ndajnë do diagnozën e Netanyahut. Pasi marrëveshja e dëshiruar e tij u prish nga lëvizja e Izraelit, Trump u lidh shpejt me të. Ai kërkoi dorëzimin e pakushtëzuar të Iranit dhe tha se mund të eliminonte liderin suprem të regjimit Ali Khamenei në çdo moment. Irani nuk ju nënshtrua kërkesës së Trumpit. Deklarata e tij de facto për luftën të shtunën në mbrëmje ishte rezultati. Gjithashtu duhet theksuar se askush, përfshirë edhe Trumpin, nuk e di se çfarë do të ndodhë më tej. Është e lehtë të nisësh një luftë, veçanërisht nëse komandon ushtrinë më të fuqishme në botë, por luftat përfundojnë vetëm kur një rapal dorëzohet. Ai paralajmërimi i vjetër për mjegullin e luftës është veçanërisht i rëndësishëm për lindjen e mesme të sotme, ku shpesh ka më shumë se dy palë në luftë. Armiku i armikut tënd mund të rezultojë gjithashtu të jetë armiku yt. Trump pas sulmeve synonte kontrollin e tij mbi situatën. Në realitet, Netanyahu ka qenë ai që ka diktuar ngjarjet, por as ai nuk mund të parashikojë se si do të përgjigjet Irani. Vetëm një i marrë do ta besonte Trumpin në fjalën e tij, të cilën ai e thyen vazhdimisht. Por mund të thuhet me siguri se ambicia e tij për të fituar çmimin Nobel për paqen nuk ka shumë gjasa të realizohet. Pa u konsultuar me Kongresin dhe në shkelje të mundshme të ligjit ndërkombëtar, Trump ka bërë një bazë të rrezikshëm. Pavarësisht nëse e ka kuptuar plotësisht këtë fakt apo jo, ai tani është i përkushtuar për ta çuar këtë përpara deri në fund. Irani dhe Izraeli do të kenë të paktën po aq ndikim sa Trump për të vendosur kur dhe si do të mbyllet kjo histori.